Në mbledhjen e fundit për këtë sezon, pasi gushti është pushim të Kuvendit Komunal të Gjakovës, u bë shqyrtimi i raportit auditimit për raportin financiar vjetor të Komunës së Gjakovës për vitin 2016. Këshilltarët komunal shprehën mendimet e tyre në lidhje me raportin auditorit dhe ishin opozitarët të cilët përmendën vërejtjet e auditorit, por megjithatë pothuajse të gjithë njerëzori u pajtuan se raporti ka notë pozitive. Gjatë shqyrtimit të raportit vjetor për ndërmarrjen publike Qabrati, kryetarja e bordit Silvana Domi prezantoi raportin për të cilin u tha se nuk është i plotë dhe mbeti për t'u raportuar edhe një herë në shtator. Në këtë mbledhje u bë edhe shqyrtimi i raportit vjetor të punës së ndërmarrjes publike komunale stacioni autobusëve, të cilin e bëri Hasan Krasniqi. Pas prezantimit ishin këshilltarët komunal opozitar, të cilët patën vërejtje për raportin e punës, për të cilat nuk u pajtua Krasniqi. Drejtoresha e Arsimit Diana Çarkaxhia prezantoi draft planin zhvillimor të arsimit për komunën e Gjakovës 2017-2021, për të cilin nuk pati asnjë vërejtje, përkundrazi ajo u përgëzua për punën. U bë kërkesë për shpalljen e interesit publik për parcelën kadastrale ndërtimore me numër 5797 kthye për 0, ose parcela prapa Hotel Pashtrikut, që shumë dekada më përpara ishte qendër rekreative sportive. Kjo pikë me shumicë votash nuk kaloi. Po në këtë mbledhje u bë edhe formimi i panelit përzgjedhës për zhvillimin e procedurave për zgjedhjen e anëtarëve të Komitetit Konsultativ për Mbrojtje të Mjedisit. Edhe kjo mbledhje u transmetua në televizionin Syrivision drejt për drejt, ndërsa ritransmetimi do të bëhet sonte në orën 22:30.